Ka dalë në treg numri i 4 i magazinës periodike të vetme në Kosovë dedikuar sporteve luftarake Kosova Boxing Magazine. Në numrat parapraki është kushtuar vëmendje legjendave Luan Krasniqi, trajnerit të ndjer Lani Mani dhe bokserit Nuri Seferi. Numri i 4 i dedikohet yllit të ri dhe shpresës më të madhe të shqiptarëve në ringun profesionist Arnold Gjergjaj. Gjergjaj i njohur me Novkën Kobra flet për karrierën e tij dhe planet e më të tjeshme në klubin Banzal të Zvicrës, cilët janë shqiptarët që po prezantohen në kampionatin e boksit amator World Series Boxing, që është pjesë e AIBA-s. Reportazhi mbrëmjes galat e boksit profesionist të organizuar në Prishtinë. Si u bind Unioni i Boksit Evropian EBU tani Federatën e Boksit të Kosovës. Magazina Kosova Boxing sjell edhe lajmet nga ringu botëror i boksit me paralajmërimet për meqet e yjeve të planetit, Haje, Pacquiao dhe Klitschko. Në rubrikën Histori në këtë numër vije potreti i Bajram Hashanit, shqiptari i parë që solli medalje nga kampionati evropian. Në fund mund të gjeni edhe ranglistën botërore të boksierëve shqiptar.